parlament. Ky lloj pozitiv tani të shohësh dikë drejtuesi i partisë si figurë pozitive, jo drejt për drejt është e përkthyer në votë. Por dhe të shpresojnë faktin që ky sinqeritet i pozitivitetit që ka dhënë për një aktor ka ta përkthejmë si një gjysmë vote në zgjedhjet e 11 maj. Po, avokat. Po, ka po themi një dallim që ne mund të shikojmë këtu. Që faktikisht liderët e këtyre partive janë shumë herë më të pëlqyer se sa vetë partia. Pra, këta marrin shumë më tepër vota se sa partia, në një farë kuptimi. Pra, që duket që realisht kemi këtë lloj problematike. Po flas gjithmonë për këta partitë e vogla. Pra, sheja ka një rritje të jashtëzakonshme, kupton? Ndërsa për pjesët e tjera, unë mendoj dhe gjykoj që këta liderë tradicional, se edhe zoti Rama, po kemi parasysh shikojmë përgjithshmërinë ose për këtë do votoni për këtë parti, duket që shifra ose përqindja është më e ulët se sa përgjithshmëria që është për liderin. Po, ja do shkojmë edhe atje. Do vazhdonim edhe në të gjithë të tjerë. Pra, kjo duket që realisht ajo çfarë ata përfaqësojnë, po themi këta parti, tregon që liderët janë disa herë, sepse ne jemi shoqëri që të themi shoqëri e lirë dhe në kuptimin e mendimit politik është pak larg, po jemi shoqëri që duam apo s'duam, një shoqëri militante dhe cila atë pjesën e ndarë me thik në kuptimin e bipolarizmit tek partitë, normalisht e kemi të në shoqëri më pas. Shoqëri tifozësh në sostancë. Kalojmë tek grafika tjetër, numër 13, aty ku përcaktohet prirja e votës. Po, Aneri? Po, më thuaj. Të lutem, Rama, se po bëja një search tani, po pra thash në kontakt me ju, Rama ka një rënje prej 2% nga pëlqyeshmëria me sondazhin e Barometrit të pak javëve më parë, pra unë kam të 11 marsit tu që po shikoj. Zoti Lapa ka qenë 31%, Zoti She ka qenë 31%, me Zoti Lapa kok në kok edhe ka shkuar 37%. Zoti Berisha për shembull 20%, falë se po të marr kohë për këtë pjesë, po ka Zoti Berisha ka një ngritje të përshëshmërie, pra ka qenë 28%, 28.4, tash është 38.5. Arlin Qori ka qenë 21% disa javë, pothuajse më shumë se një muaj më përpara, tani është 24%. Zoti Shabani nuk reflekton në këtë, as Zoti Alibej. Zoti Basha ka një lloj 84% ka qenë papëlqyer, ka një rritje të pëlqyeshmërisë. Unë besoj se kjo ka të bëjë më shumë me fushatën, por rritja më eksponenciale më e madhe është për Zotin Shehe që ka të kaluar si thua kuotat e gjithë partive të tjera të reja dhe të vogla, dhe po i afrohet pak a shumë një lideri që deri diku është figurë pëlqyeshme nga skakierën politike ose nga njerëzit, nga opinioni publik. Po, sikurse e thash, nuk është vonë. Thjesht po bëja një krahasim se fatmirësisht e gjeta një barometër këtu dhe po bëja një krahasim se si kanë lëvizur pëlqyeshmëria nga një muaj më përpara, si thua. Qartë, kalojmë tek prirja e votës. Grafika numër 13, për cilën parti do të votonit nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, pra nga data 10 deri në 21 prill 2025. Përqindjet janë besoj të qarta, unë ja kam shpërndar gjithashtu edhe grafikën për të pasur mundësi të shikonit paraprakisht. Avokat, një koment? Po, tani ideja është kjo që presupozohet që përgjigjet në barometër ose më themi në intervistimin që bëhet, do duhet të reflektojnë edhe aktivitetin politik që bëjnë liderët dhe partitë politike. Dhe kjo është e padiskutueshme, sepse normalisht ndryshimet janë dinamike, pra po shkojmë nga po i afrohemi tashmë datës së zgjedhjeve. Po? Ajo pjesa e batutave të zotit Rama, ajo po them ose më mirë ajo fushata klasike që bën zoti Berisha, po kur nuk ka mundësi që ti kundërpërgjigjet me batuta e zëvendëson me Ilir Vrenozin. Kjo po themi kjo qasje agresive në thojza e Shehej tashmë në fushat, madje deri diku dhe me disa premtime ose mirë themi që për mendimin tim janë disa qasje interesante për sa i përket asaj se çfarë ata mund të bëjnë në qeverisjen e ardhshme, për mendimin tim janë të reflektuara edhe këtu në barometër. Po flet ende për përgjithshmërinë. Nuk shikoj në ndryshim të zakonshëm. Pikërisht pra, kam për të dyja. Edhe kuptimin e prirjes votës në rast të konkret për cilë parti. Pra, për mua, aktiviteti politik që faktikisht që bëjnë, pra
Ajo që bën diferencë do të dim që tifozët, militantët, ata nuk dushojnë, lideri i tyre mund të bëjë gjithçka, ata do thonë në lidhje me kë parti. Pjesa e rëndësishme është janë pikërisht të pavendosur dhe të pakënaqur ose ajo pjesa që ne kemi quajtur gjithmonë pjesa gri. Aty është realisht diferenca, sepse ne nuk kemi realisht diferencë këtu që themi me 300.000, 400.000 vota. Dhe sidomos me votën e diasporës, e cila është një votë në inkognito, pra votë e panjohur, kjo bëhet akoma më shumë interesante për të parë realisht se çfarë do të ndodhë me 11 maj. Pra, na ruan pikërisht atë pjesën, po themi të surprizës në thojza. Por ama në lidhje me aktivitetin politik që partitë bëjnë, me batutat që ato bëjnë, me atë aktivitetin, me mesazhet që ato përshojnë tek elektorati, normalisht për mendimin tim, këto janë të përgjigjet që vinë. Dhe duan apo s'duan diferenca vazhdon të qëndron. Ishte një 10.5, 11, jemi 12.6, 13, jemi po tek aty, pra nuk është se kemi një ndryshim rrënjësor, një ndryshim të madh. E thash edhe në fillim, kemi po themi një rënje të zotit Rama, por kemi një rritje të zotit Berisha, por jo një rritje të jashtëzakonshme. Këtë doja të saksoja. Qartë, Anëri, prirja e votës, për cilën parti do të votonit nëse zgjedhjet do të baheshin sot, 10-21 prill, diferenca 12.6%, 42.6% Partia Socialiste Edi Rama, zoti Sali Berisha 30%, Partia Demokratike, Nisma Adriatik Lapa 6%, Agron Sheaj Mundësia 5.6%, Alin Qori 2.1%, Lulzim Basha 0.7%, 0.6% Tom Doshi, Zonja Kocaqi 0.6%, gjithashtu 0.5% Tashamir Shej, 0.3% tjetër dhe 11% të pavendosur. Në rasti konkret kemi një mbështetje, tani nuk pa pasur diskutim të pjesën e zotit Rama me zotin Berisha, si thua se po diskutojmë liderat politik apo partit politike, mbështetje më të madhe ka Partia Socialiste, dukshëm ka një diferencë me Partinë Demokratike, po të shikojmë edhe partitë e reja dhe të vogla, kemi Nismën, e cila ka një përqeshmëri. Nisma thurje mos saktë ose Partia e Adriatik Lapa që është me harrova, lëvizja nuk më vjen tani. Shqipëria bëhet dhe Nisma. Shqipëria bëhet. Po vetëm të lutem, nxirri grafikën kur flas. Po patjetër, ke shumë drejt. Regjia, ju lutem gjatë kohës që flet, qoftë Anëri, qoftë avokati, duhet kemi edhe grafikën që të bëjmë komentet konkrete. Le të na dëgjojnë, jo po se po bëj për grafikën, se nuk e mbaj mend për më. Le të na dëgjojnë njerëzit nëpërmjet zërit dhe desha të thoj që Shqipëria bëhet e zotit Lape, që është bashkë me Nismën thurje brenda të zotit Edi Shabani, ndoshta prodhojnë këtë 6%, ndryshe nga zoti Shehi, që në krahun tjetër është një figurë e pëlqyer, por si parti sigurisht është nën kuotat e Nismës Shqipëria bëhet. Kështu që në kontekstin e madh, atë që sikurse përmenda edhe çfarë PSD-ja në rastin konkret është nën zotin Basha, që është më i urryeri në skakierën politike, kurse zoti Doshi në sondazhet e para dhe më i pëlqyer, këtu partia nuk votohet. Pra kam një lloj, si thuash, jo qartësie jo të votës, po dhe të përshëshmërisë, se ti nuk mund të urresh ose të dashurosh liderin e partisë dhe ta urresh liderin e partisë, po dhe ta votosh maksimalisht ose mos ta votosh. Kështu që kjo korelancë e këtyre partive të vogla të reja, unë besoj se është ende e paqartë, disa motive i dim shumë mirë se kush janë, por besoj se do kemi qartësi më të madhe duke ofruar zgjedhje